Yani Kur'an Hicaz'da indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı diye. İstanbul her daim hem Osmanlı'nın hat başkenti, sanat başkenti oldu. Kaligrafia islame, formësimi I shkronjave arabe, veçanërisht I fjalëve të Allahut, në bukuri përmes masës dhe harmonisë. Boja udhëhequr nga një penë kallami është një formë e heshtur lutjeje për kaligrafin. Për shekuj me radhë, kjo praktike që e devotshmërie gjeti një nga shprehjet e saj më të bukura në Istanbul. Aty ku kaligrafia arriti kulmin gjatë periudhës osmane dhe vazhdon të frymëzojë njerëz në mbar botën edhe sot. Dhe një njeri në veçanti po e mban gjallë këtë traditë. Mithat Topaç. Dikur tregtar, Topaçi u njoh për herë të parë me kaligrafinë islame në moshën 35 vjeçare, përmes shkrimeve që hazi gjatë Ramazanit. Që nga ai moment, jeta e tij mori një drejtim krejt tjetër. Yazıya ilk başladığım zaman hocamın yanına gittim. Hocam bana bir meşk yazdı Rika hattıyla. Ben tabii kalemle mürekkebe bir defa daldırdıktan sonra bütün harflerin yazılmasını bekliyordum. Halbuki bir harfi birkaç defa da batırarak yapmaya başladı. Ben bu iş bana göre değil demiştim. İlk yazımı yazdım, bir hafta sonra getirdim. Hocam tabii ki dersimi geçtim ve ben övgü aldım hocadan. Tabii bu benim için yani bambaşka bir başlangıç oldu yani. Në një kohë të shkurtër, Topaçi e përvetësoi mjeshtrinë e këtij arti dhe nisi ta shihte jo thjesht si një formë shkrimi, por si një kërkim për kuptimin. Hat sanatının tabii ki bir mana yönü olduğu için öteki sanatlardan daha ayrışıyor öncelikle. Bazı harflerin özellikle mim, nun, vav gibi, he gibi pek çok harfin arketipsel bir mana ifade etmesi, kadim bilgeliğe dayanan bir yönü olması, hat sanatının bir de özellikle mushafla birlikte gelişmesi tarihsel seyrinde bu yönden hat sanatı diğer sanatlardan daha farklı. Dhe për të tillë si Topaçi, ky art është shndruar në një formë përgjigjeje ndaj Kuranit. I frymëzuar nga ajeti 111 I sures El Isra, ai shkroi La ilaha illallah 111 herë. Sot, ai po I shfaq ato në Istanbul me ekspozitën e tij, Teuhidi, në 111 rreshta. Për të, këto nuk janë thjesht një koleksion shkrimesh. Ato janë gjithashtu një mesazh dhe një thirrje për unitet në deklaratën. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Kelime-i tevhidleri bir kelime-i tevhidin bir sonraki kelime-i tevhid aynısı değildir. Bu bir basamaktır. Merdivenin basamaklarının hepsi aynı gözükür. Fakat sizi hep bir noktaya taşır, yukarı taşır. Në këtë ekspozit çdo vepër paraqet një dizajn unik, duke mbetur njëkohësisht besnike ndaj parimeve formale të traditës së kaligrafisë islame. Bütün harflerimiz de eliften ya'ya kadar tamamının kendi kalemiyle noktalama sistemiyle bir ölçüsü var. Hat sanatında hem matematik, hem mühendislik, hem mimarlık geçerli. Për të, formësimi I La ilaha illallah në stile si thuluth, nask dhe rika dhe brenda kornizës së traditës shndrohet në një rrugtim transformimi dhe disipline. Bu benim inziva sürecim ve seyir usulü yolculuğum oldu. Dünkü ben de ben değilim ama bu sergiye başlamadan önceki, hazırlıklara başlamadan önceki ben de ben değilim.